Në një klim globale të dominuar nga tensionet gjeopolitike dhe pasiguria ekonomike, ari po shihet si një streh e sigurt investimi nga njerëzit. Sipas të dhënave, në tregjet globale, çmimi i 1 gram ari luhatet rreth $160, duke u rritur me rreth 40% krahasuar me një vit më parë. Një shpërthim që është pasqyruar edhe në argjendaritë e vendit. Çmimi i arit sipas dhënave të tregut global reflekton edhe tregun e Shqipërisë, ka pasur një rritje konsiderueshme të vit pas vitit. Bazuar në dhënat e mëparme, çmimi i arit në Shqipëri dhe shërbimet e tregut kanë arritur vlerën në 40 deri në 50% rritje. Përveç se aksesor, shqiptarët po e shohin floririn edhe si investim të sigurt. Në kohët e fundit, në fakt, pjesa floririt është bërë dhe një investim shumë i sigurt. Njerëzit po e preferojnë që të investojnë në flori. Për një pjesë të konsumatorëve që tashmë e shohin arin si të papërballueshëm, interesi është vendosur drejt metaleve të tjera me vlerë më të ulët. Rritja e arit ka bërë që dhe klientët po ashtu të kenë mundësinë që të largohen prej florit, të bëjnë një blerje të drejtë argjendit, po ashtu edhe argjendi ka dhe ato rritjet e veta. Ndërkohë, nuk mungojnë as turistët e huaj, të cilët përveç pushimeve zgjedhin të blejnë edhe aksesor floriri. Edhe këto 2 vitet e fundit kemi pasur turistë nga të ndryshëm nga bota, të cilët kanë bërë dhe zgjedhjet e tyre duke blerë aksesorë dhe duke bërë investimet e tyre në flori apo argjend. Paralelisht me arin edhe metalet të tjera si argjendi dhe platini, ka njohur rritje të vlerës në tregjet ndërkombëtare.